Zheni Gjergje do të drejtojë qendrën spitalore Xhafer Kongoli në qytetin e Elbasanit, ndërkohë që më herët ky post është mbajtur nga zoti Agron Gaxho, i cili e la këtë detyrë në momentin që fitoi mandatin e deputetit në Kuvendin e Shqipërisë, ndërkohë që nga ajo periudhë deri më tani ky pozicion është mbajtur pikërisht nga mjekja Rezarta Kazazi. Kujtojmë këtu se zonja Zheni Gjergji vjen në këtë detyrë pas një eksperiencë të gjatë në fushën e shëndetësisë, ndërkohë që së fundmi ishte pjesë e parlamentit si përfaqësuese e Partisë Demokratike, në të cilën ka drejtuar për 4 vite me radhë edhe Komisionin e Shëndetësisë. Lajmin e ka konfirmuar vetë zonja Gjergji në rrjetet e saj sociale, ku pranon se nuk ishte një zgjedhje lehtë politike, por një vendim profesional dhe njerëzor. Në vijim thekson se pavarësisht angazhimit të mëparshëm politik, ka qenë dhe do të mbetet mjeke. Për shumë individ, vendosja e Zheni Gjergjit në krye të spitalit e Elbasanit mund të lexohet me ngarkesë politike dhe një formë hakmarrje ndaj Partisë Demokratike, e cila nuk e kandidoi në zgjedhjet e 11 majit. Gjithsesi, Zheni Gjergji është një emër që vjen nga shëndetësia dhe një shumë mirë këtë fushë dhe problematika dhe sfidat që e pasojnë. Me marrjen e kësaj detyre me mjaft përgjegjësi, pritet që sistemi shëndetësor në Elbasan të marrë një sinergji të re.